Loredana ka festuar ditëlindjen dhe ka pasur shumë të ftuar. Për të folur për ditëlindjen e Loredanës dhe jo vetëm, për çfarë po ndodh me showbizin shqiptar, kam në një lidhje nga Maqedonia e Veriut, gazetarin e njohur, tashmë mik të VIP Magazin Tirana Lilin. Tiron, shumë faleminderit për kohën. Të lutem, kënaqësia është e përbashkët. Tiron, besoj se e ke ndjekur nga rrjetet ose besoj ke pasur dhe informacione mbi ditëlindjen e Loredanës. Në fakt, ditëlindja e Loredanës më ka befasuar natën e mbrëmshme, nuk e prisja që do të jetë një ditëlindje kaq e madhe. Por Loredana, siç duket tashmë, po e shijon këtë famën që ka arritur të merr nga Big Brotheri dhe me patjetër pas gjithë asaj lodhje të madhe meritonte që t'i bën një super dhuratë të bukur vetes. Mbrëm më ranë në sy shumë personazhe të njohur të publikut të showbizit shqiptar. Do nisim që nga banorët e Big Brotherit që çuditërisht nuk ishin që të gjithë, domethënë e pash mungesën e Rozan Aradit, mungonin disa banor, por shumica ishin në festën e Loredanës. Ishte Xhibani, ishte Laerti, ishte Amber, ishte Gerta dhe disa të tjerë figura që ne i njohim. Pastaj e konfirmuar edhe nga vetë Monika Lubonja, dhe me thënë orën 12 të natës kishte vajtur dhe Jozi. Valbona që në momentin e parë besoj që ka rënë në sy kjo videoja që është bërë virale në rrjetin social TikTok, që në momentin kur kishte hyrë dhe ja kishte dhuruar buketin Loredanës së luleve, i kishte thënë që a do të vi Jozi apo ku është Jozi sonte, dhe aty u kuptua që Jozi do të ishte prezent në këtë fest. Ishte një fest shumë e bukur, çuditërisht që nga ana e Loredanës ishin përzgjedhur kodi i veshjes të duken si fermer dhe ambienti ishte shndruar krejtësisht në një ferm. Të ftuari që kishte edhe nga panelet e Top Channelit, domethënë të ftuar të ndryshëm ishin, nuk ishin vetëm të Big Brotherit. Për shembull më ra në sy Fifi, një personazh që Loredana nuk e ka përmendur kur në Big Brother që e njeh Fifin, por ndoshta pas daljes nga Big Brotheri që të dyja janë bërë shoqe. Më pas ka patur të ndryshëm protagonist, Xheneta Fetau, që nuk e dinim ne që Loredana ka marrëdhënie të afërt me Xhenetën derisa Loredana ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, por siç duket këtë marrëdhënien e kanë afruar edhe më shumë në natën që pati një organizim në Shqipëri, nëse nuk gabojm, Miss Universe Albania dhe Kosova, dhe besoj që aty të dy vajzat kanë krijuar një afrimitet më të mirë, por Xheneta tashmë është pjesë edhe e trotuarit dhe domethënë është bërë pjesë e shtëpisë më të madhe të shqiptarëve, le të themi deri më tani. Ditëlindja ishte shumë e bukur, pash që kishte shumë atmosferë, pash që kishte shumë adrenalin, pash që kishte shumë kënaqësi, domethënë super luks, ushqimet ishin të gjitha në detaje. Të paktën nga ato që ne kemi parë në rrjetet sociale, më pëlqeu një e veçantë në këtë ditëlindje ku Loredana kishte përzgjedhur të gjitha fjalët që Loredana i flet, duke i shkruar në ca fleta të vogla, domethënë kishte bërë një rumbullaksim të momenteve të saj të bukura në Big Brother, domethënë edhe Loredana e ka duartrokitur këtë momentin që shqiptarët e kanë bërë meme, edhe pse ka thënë edhe në emisione të ndryshme ku ka qenë e ftuar që po ta dija se kaq shumë më duan do bëja më shumë meme. Dhe ishte një fest që pam kënaqësi, vallëzim, adrenalin, pam momente të bukura, por çuditërisht nuk e kemi parë Jozin. Jozi nuk ekziston në asnjë foto, në asnjë video, të paktën nga të gjitha ulumtimet që kam bërë unë. Por në përgjithësi ishte një fest shumë e bukur dhe Loredana kishte bërë një super dhuratë të bukur vetes së saj. Si thatë dhe ju, ishte edhe Xheneta, po nga ana tjetër ishte e pranishme dhe Egli. A ka pasur Po se harova, gjë kryesore. A ka pasur në një moment që mund të kenë pasur ndonjë, po themi, diskutim ose ballafaqim njëra me tjetrën, kur dihet tashmë që vinë nga një raport me një personazh në mes, siç ishte Gjesti? Unë do flas nga ajo që pash nëpër rrjetet sociale, në një pikë të momentit, paktën Olti Curi që kishte postuar në Instagramin e tij një video, Xheneta më dukej me thënë drejtën një çik si në siklet, sepse ndoshta ka qenë e informuar që Egli do të ishte aty. Në siklet në kuptimin sepse Xheneta ka folur hapurazi për marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit, por njëkohësisht edhe e ka ironizuar këtë marrëdhënie.
por duke besuar në natyrën të Eglit. Tashmë Egli ka marrë një popularitet shumë të madh. Ne e dim shumë bukur që edhe pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, Egli nuk është marrur fare me rrjetet sociale, nuk është marrur fare me Instagrame, të paktën edhe të bën ndonjë dis që këto personazhet publik kanë dëshirën të bëjnë, domethënë duke shkruar mesazhe të ndryshme në për story kundërdrejt asaj që është. Dhe kjo në fakt është një diçka që unë e prisja dhe pres nga Egli, që të mos ketë ndonjë ballafaqim, të mos ketë ndonjë grindje ashtu siç e prisnin shqiptarët mbrëm që Egli dhe Xheneta në të njëjtin vend do grinden. Unë mendoj që Egli e respekton këtë statusin e vajzës VIP, e personazhit shumë të dashur shqiptar, dhe mendoj që këtë mënyrën se si Xheneta e komenton Eglin, e ka komentuar lidhjen duke i besuar fjalës së Eglit, që edhe në klipin e Kellit kur kanë xhiruar, Egli dhe Xheneta nuk janë takuar, pasi që të dy gocat e kanë kërkuar hapësirën e tyre, dhe në fakt nuk ka një moment, po të ndjekim klipin në detaje, të dy gocave bashkë, dhe kjo tregon që gocat nuk njihen, nuk janë njohur nga jashtë. Domethënë, nuk e prisja që Egli të tregonte një kulturë të ulët, nuk e prisja që Egli të bënte një ballafaqim me Xhenetën, nuk e prisja që Egli të bënte skena aty, sepse unë e shoh që Egli ndjekën suksesin e saj, ndjekën karrierën e saj dhe nuk merret as pak kush me çfarë flet. Por të jemi sinqert, nga ajo që unë pash, domethënë nga mimikat e fytyrave të tyre, Xheneta nuk më dukeshte aq e hapur, aq e gjallë, aq e lumtur sa ishin ato të tjerët. Ndoshta ndikon dhe ky fakti që personazhet e tjerë deri diku njiheshin me njëri tjetrin, sepse i ka bërë dhe përvoja, i ka bërë dhe puna që kanë patur. Xheneta me disa nga ato haseshte për herën e parë në këtë fest, edhe më se normale të jetë pak më e largët. Por Egli kishte shkuar për një periudhë kohore shumë të shkurtër për të respektuar Loredanën. Mendoj se shkoi të kthej një borxh që e kishte, pasi që Loredana shkoi tek dasma e Eglit edhe e Gjestit, dhe për një periudhë shumë të shkurtër kohore, Egli është larguar nga festa së bashku me Fifin. Domethënë ka shkuar me Fifin, është larguar me Fifin, dhe nuk e pash Eglin të jetë pozicionuar me banorët e tjerë, domethënë shumë afër Xhenit, shumë pak kohë, dhe sa ka mundur që të takon Egli. Nuk ma merr mendja që e ka neglizhuar Xhenetën, nuk ma merr mendja që e ka injoruar Xhenetën, por nuk e besoj që ka patur një takim mes të dy këtyre vajzave. Tiron, po për Jonzin, kemi ndonjë informacion se çfarë po bën tani me, po themi, me karrierën e vet, është në plan për të bërë ndonjë këngë? Duke u bazuar nga rrjetet sociale dhe nga të gjitha informacionet që kemi arritur të kuptojmë, Jozi është duke punuar projekte. Ai këtë gjëra i publikon dhe në Instagramin e tij. Po punon këngë të reja, po përgatitet për të qenë pjesë e diskotekave siç është SKP, pasi që e kemi parë edhe me Xhanin, menaxherin e këtyre klubeve të mbrëmjeve rinore në për fotografi. Jozi po rikthehet fuqishëm, çuditërisht ka një rritje shumë të madhe në Instagramin e tij, domethënë vetëm deri më tani 100.000 followers janë bërë, dhe shqiptarët mezi presin me padurim të ndjekin këngët e tij. Ndërsa nëse do të flasim në raport me Loredanën, siç duket, Jozi dhe Loredana po bëjnë një kthim mbrapa. Domethënë, Jozi po vjen edhe me karrierën fuqishëm, por edhe me aspektin e dashurisë, që pasi mbrëm ka qenë prezent në ditëlindjen e Loredanës, si bie që marrëdhënia e tyre po fillon të rikuperohet përsëri. Ka pasur dhe një ditëlindje tjetër, në fakt, ditëlindja e Gjestit. Dihet nëse ditë ku e ka festuar së pari, dhe a ka qenë e pranishme Egli në këtë ditëlindje? Gjesti ditëlindjen e ka festuar në Prishtinë. Egli, me sa ne pam, nuk ka qenë e pranishme në këtë ditëlindjen. Domethënë, Gjesti e ka festuar ditëlindjen me DJ Gimbon. Më vjen keq që po përmend emra, por deshën u bën më tash fytyra publike. Domethënë, kishte festuar ditëlindjen me familjarët e tij dhe me shoqërinë e tij, që në fakt ishin përzgjedhur 8 persona për të qenë në ditëlindjen e Gjestit. Ishte një ambient të tipit ndonjë studio ku çunat kanë qëndruar edhe më herët, nuk merr si tip
lokali aty vendi ku kishin qenë, domethënë kishin përzgjedhur që të festojnë me shampanja. Unë e prisja në fakt që Gjesti të bënte një ditëlindje njëjtë siç bëri Loredana, që të ftonte të gjithë miqtë të Big Brotherit e shumë të tjera, por siç duket, nga ana e Gjestit gjithçka ka përfunduar me këtë rrugtimin dhe tashmë po vazhdon me shoqërinë e tij dhe me rrethin e tij. Egli Taku, ju e dini shumë bukur që ka qenë një ditë përpara në Prishtinë, domethënë një ditë para ditëlindjes me Gjestin, në fotografinë e ka shkrepur në rrugën B, ato të cilët jetojnë në Prishtinë e din shumë bukur për cilën rrugë bëhet fjalë, dhe me patjetër që ka festuar edhe momente me Eglin deri diku, por me patjetër edhe me shoqërinë, por duke i qëndruar gjithmonë besnik atij fakti që Gjesti ka përzgjedhur që lidhjen e tij të dashurisë të mos ta bëj publike, por ta ruaj në privatësi, duke u bazuar edhe në lidhje të tjera që për shembull nuk po gjejmë dot asnjë fotografi me këtë diellzën të shumë përfolur, i bie që Gjesti gjithmonë i pas ka patur lidhjet e tij me shumë privatësi. Atëherë i bie që Gjesti ka postuar vetëm foton me shoqërinë, por ka festuar edhe me Eglin. Mendoj unë, sepse nuk kemi asnjë gjë të zyrtare nga Gjesti dhe nga Egli në këtë drejtim. Çuditërisht, ashtu siç bëjnë çiftet mes njëri tjetrit, Egli po na befason dhe nuk e di a është kjo një lloj mekanizmi për të qëndruar në skenë dhe për të mbajtur popullin kureshtar, apo vërtet ato të dy kanë përzgjedhur të kthill, nuk e di këtë pjesën, por nuk ka asnjë like, nuk ka asnjë postim nga ana e të dyve, domethënë nuk ka asnjë lloj urimi pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë në jetën e tyre. Por çuditërisht në ditëlindje, ajo që mua më tërhoqi vëmendjen, ndoshta publiku nuk e ka kapur këtë pjesën, unë prisja që edhe motra e tij Blerina ta uron Gjestin në Instagram, por as Blerina nuk e uroi Gjestin në Instagram për ditëlindjen e tij. Ndoshta kjo vjen nga fakti që Gjesti familjarëve dhe partneres së tij, në këtë rast Eglit, ja ka ndaluar këtë festimin të momenteve të bukura në publik dhe ndoshta gjërat i bëjnë duke shkëmbyer mesazhe në telefon mes njëri tjetrit. Por ne dim që Gjesti festoi ditëlindjen me shokët, ishte një ditëlindje shumë e thjeshtë, duke cakruar nga një gotë dhe duke u argëtuar mes njëri tjetrit. Nuk ishte ndonjë ditëlindje tipi si të Loredanës. Ka pasur disa lajme që kanë qarkulluar në rrjete ku janë aluduar se Gjesti ka tradhuar Eglin dhe ndoshta për këtë shkak ata më nuk janë bashkë. Tani me gjithë këtë eufori që shqiptarët kanë për të ndjekur rrugtimin e Gjestit, me gjithë këto paparaz që ekzistojnë gjithandej tani dhe muret kanë kamerë për Gjestin, domethënë Gjesti nuk e ka aq të lehtë të tradhtoj, të paktën në këtë kulm të karrierës së tij që është. Unë mendoj që Gjesti nuk ka patur fare kohë të merret me femra dhe me tradhti. Këtë gjë Gjesti e ka dëshmuar edhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit, që ai kishte një qëllim të vetëm të ndërtoj karrierën e tij. Gjesti në këtë kohë asnjë moment nuk është vetëm, ai vazhdon të jetë i shoqëruar nga personeli i cili e shoqëron, të paktën natën e mbrëmshme në Vjenë me të ishte edhe anajti. Domethënë nuk e ka kohën Gjesti për të vepruar, për të tradhtuar dhe për të lidhur me një femër tjetër. Hamendësime të këtilla kanë ekzistuar gjithmonë, për shembull edhe për Romeon dhe Heidin, vitin e kaluar u tha që ata të dy e tradhtuan njëri tjetrin, jo po Romeo e zuri me mashkull tjetër, jo po Heidi e zuri Romeon me mashkull tjetër. Unë mendoj që Gjesti është aq i fokusuar në karrierë, saqë e ka agjendën aq të angazhuar, saqë nuk ka kohën të bëj lëvizje për qefin e tij, e jo më të tradhtoj me një femër tjetër. Në qoftë se Gjesti do ta kishte tradhtuar Eglin me një femër tjetër, nuk ma merr mendja që Gjesti beson të kthej mesazhe në celular, tradhtia nuk vije menjëherë. Mendoj që e do në kohën e saj, e do momentin e saj. Gjesti ka qenë shumë i angazhuar me koncerte dhe nuk besoj as pak që Gjesti dhe Egli kanë një plasje të kthill apo ka ndodhur një tradhtim mes tyre. A besoni se ata të dy janë ende bashkë? Ta them të drejtën, duke i parë lëvizjet që bëjnë dhe duke i parë edhe vathin që Gjesti ka me vete në Austri, është një vath që Egli e ka patur përpara se Gjesti të shkonte në Austri, ato të dy janë së bashku. Edhe pse mbrëmra shumë në sy unaza Egli që nuk e kishte në dorë, unaza e martesës,
po unë mendoj që nuk është një unazë e cila e mban një lidhje bashkë, nuk është një unazë e cila e mban një martesë bashkë, por është dashuria e atyre të dyve. Vetë momenti që gjesti e la të kuptueshme të kapet vathi nga kamera që xhironte, tani ja ka bërë me kastile atë pjesën, apo ka qenë vërtet diçka që gjesti nuk e ka menduar që kamera do ta kapte vathin, kjo tregon që çifti është bashkë, lëvizjet e tyre tregojnë që janë bashkë. Ndërsa kjo pjesa që nuk janë transparent me publikun, duke postuar fotografi, duke postuar momentet e tyre, krijon pikpyetje të këtilla, por unë mendoj që këto pikpyetjet janë forma e marketingut që Gjesti dhe Egli kanë përzgjedhur për të qëndruar në skenë edhe pas Big Brotherit. Tiranë ka pasur një vendim gjykate ku Luiz Egli është pallur i pafajshëm lidhur me disa akuza që ishin ngritur nga prokuroria. A besoni që akuzat e ngritura me njerë pas daljes nga Big Brother ishin skenar e ndonjë, po themi, ose e dikujt për t'i prishur, po themi, gjitha të imazh që kishte? Unë për Luizin kam komentuar gjithmonë edhe jam munduar gjithmonë ta flas të drejtën. Me patjetër që ishte mlefi, urrejtja shumë e madhe krijuar ndaj Luizit për suksesin dhe për arritjen e tij që pati. Ka ndalur jo vetëm akuza të këtilla, ka ndalur edhe mesazhe të ndryshme, domethënë që gjas me Luizit rrethon Kiarën, gjas me Luizit flet me të tjera, por të gjitha këto ranë në tokë. Unë e kam thënë edhe një herë, po më duhet ta ripërsëris këtë pjesën tjetër, që ne shqiptarët e kemi një defekt. Çdo gjë të pranojmë, por suksesin jo. Dhe kur vjen puna te suksesi, duke arritur Luizi arriti në nivelin që të jetë një ndër artistët më të paguar shqiptar, mbrëmjet e Luizit paguheshin deri në 30.000 euro, të paktën kështu doli si lajm dhe nga informacionet të cilat i kam marrë unë. Dhe është më se normale që do krijohen lajme për shpifje, do krijohen situata të këtilla që Luizi të merret në padi, që Luizi t'i prishet karriera e tij. Por Luizi qëndroni fort, qëndron stoik, sepse në këtë drejtim gjithmonë ka qenë transparent, ka qenë i sinqert, si në marrëdhënien e tij ashtu edhe në profesionin, por edhe në punën e mëhershme. Unë dua të lidh diçka në këtë mes, kujtoj kur Luizi ishte brenda në shtëpinë e Big Brotherit, mbaj mend atëherë të gjithë noterët e Shqipërisë u ngritën në këmbë duke mbajtur emisione për të rrëzuar imazhin e Luizit, sepse dashuria e shqiptarëve ishte shumë e madhe në atë kohë dhe si duhet ne të dëmtojmë Luizin, do krijojmë emisione vetëm e vetëm që shqiptarët të fillojnë të ftohen nga ai dhe mos ta dashurojnë dhe mos t'i besojnë kaq shumë. Por shqiptarët gjithmonë kanë qenë të zgjuar në përzgjedhjet që kanë bërë ndaj artistëve shqiptar, nuk kanë qenë të gabuar dhe sinqeriteti i Luizit, transparenca me publikun, vërtetësia e tij e nxori atë fitues edhe në këtë betejë. Unë kam thënë edhe para një viti, sepse ky si lajm u përhap para një viti konkretisht, Luizi është i pafajshëm, ishte i pafajshëm dhe do të jetë i pafajshëm, sepse nëse Luizi mund të ketë bërë një gabim me profesionin e tij, besoj që është aq i zgjuar sa që ta përmirësoj gabimin e tij dhe gjëra të këtilla të tipit që mundohen të shpifin për Luizelin janë vetëm inate edhe urrejtje personale për të dëmtuar dhe për të ulur imazhin e tij, sepse ngritja e Luizit ndodhi për herë të parë në botën e artit shqiptar, kur më parë nuk ka ndodhur një ngritje aq e shpejtë e imazhit të një personazhit, të paktën artist, kur më parë nuk ka ndodhur që një artist shqiptar të bëjë të gjithë shqiptarët bashkë, por të ketë edhe fuqinë për të ndikuar edhe në përditshmërinë e tyre, domethënë dashuria e Luizit u shndrua në dashuri shumë të frikshme nga ana e shqiptarëve dhe si do e dëmtojmë ne Luizin? Ne Luizin do e dëmtojmë duke e shpifur për të, duke nxjerrur mlefin ton për të, sepse ndoshta është edhe ky fenomeni që Luizi nuk u jepte intervista, Luizi nuk u dilte në për portale dhe ato për urrejtje dhe për mlefin që kishin do inskenonin situata të tipit që Luizi mund të ketë falsifikuar dokumentacione e gjëra të këtilla. Më vjen shumë keq për Kiarën në këtë rast edhe për nënën e Luizit, të cilët unë e di që e kanë përjetuar
shumë keq këtë gjën dhe është dhe ky momenti që ti kur i shikon që gjithë bota të vërsulet mund të humbasësh edhe besimin tek partneri jot, por Kiara u tregua një zonjë vërtet, pa marrë parasysh se çfarë betejësh kanë në jetën e tyre. Kiara është pranë Luizit duke mos i lëshuar dorën kur. Dhe kjo e bëri që çifti edhe një herë ta dëshmojë që janë bashkë. Por unë jam shumë i lumtur që Luizi e zgjodhi këtë problemin edhe një herë i tregoi popullit shqiptar sinqeritetin e tij që e ka patur gjithmonë dhe atë vërtetësinë që Luizi e tregoi brenda Big Brotherit edhe jashtë saj. Alba ka shkuar dhe ka gjetur Limin duke tradhtuar, le të themi. Mund ta thoni pak kjo skena është skenë që mund të jetë e inskenuar, është skenë që është e vërtetë, bëhet për show apo aty mund të ketë ndjenja, mund të ketë tradhti dhe mund të ketë gjitha këto merat. Nuk e shoh për shoh me thënë të drejtën, por unë e shoh këtë Limin sikur e luan pak të lojën e burrit të martuar në shtëpi dhe tani erdhi dashnoria. Kështu ta shohim. Agai i ka dhënë një mundësi Limit për të qenë me nenën, është banorja e re që ka hyrë, nëse nuk gabohem me emrin, sepse i kanë emrat pak të çuditshëm me thënë drejtën. Edhe Limi mbrëm nisi duke masazhuar së bashku dhe ajo duke masazhuar Limin, do thënë kalonin momente të bukura që nuk mund të kalosh me një shoqe, nuk mund të kalosh me një motër. Ato momente kalohen të paktën edhe në shtrat me një femër që ti të pëlqen edhe të josh. Ku më pas Alba e nuhati këtë gjën, siç duket Alba e njeh epshin e Limit që Limi e ka epshin me të gjithë, edhe pse shqiptarët e thrasin doktor, duhet kalosh një herë te doktor Limi për të marrë vulën për të qenë fermere. Limi është bërë ky kapoja i shtëpisë që merret me të gjitha gocat, edhe Alba sot bëri këtë lëvizjen që mendoj se ishte pak lëvizje e shpejtuar, ku Nena dhe Limi ishin me, le të themi, me të brëndshme brenda në krevat. Tani ja ka patur një tradhti, ne nuk mund ta themi këtë pjesën se s'kemi parë gjë, por tradhti është fakti vetëm që ti futesh në krevat me atë gocën edhe mundohesh të ndash diçka. Por të mos e godasim Limin në këtë drejtimin, të kthehemi çik edhe tek pjesa e Limit që Limi po luan një çik gjestin deri diku për faktin se Limi nuk është se i ka thënë Albës që unë jam i dashur jot, nuk ishte i ka thënë Albës që unë kam lidhje me ty. Është Alba ajo që gjithmonë është afruar me Limin, është Alba ajo që ka ndjer më shumë dhe mendoj nga dashuria që Alba ka, nga ndjesia që Alba ka, nga emocionet që Alba i ka të krijuara për Limin, erdhi dhe ky fenomeni që Alba u bë xheloze dhe mundoshte që t'ia heqë një organin për të kuptuar se çfarë ka brenda. Ndërsa nga ana e Nenës e shoh një strategji. Nena ka hyrë brenda në fermë me një imazh krejtësisht të qartë për jashtë, do me thënë me një letër edhe një laps, këtë ta godet, me këtë qëndron dhe kujt t'i krijon situata dhe mendoj në këtë rast Nena i krijoi situatë Albës, e bëri Albën xheloze dhe tani arriti qëllimin e saj që të del në prime. Ne nuk themi që këto janë marrëdhënie të sinqerta, ne nuk themi që këto janë ndjesi të vërteta, janë arsye që kush më shpejt të del në prime edhe kush më shpejt të komentohet. Ndërsa nga Alba, e shoh Albën shumë të mbushur, sidomos edhe nga momenti që familjarët nuk i erdhën në fermë për Albën, ishte një goditje shumë e madhe. Të paktën tashmë bota Albës mendon edhe më shumë, mendon që ato e kanë hudhur vajzën e tyre, ato nuk e respektojnë vajzën e tyre, ato nuk kanë vlerë për vajzën e tyre dhe kjo forma që Limi ka përzgjedhur të luan kundër drejt Albës, mendoj që i shtohet edhe më shumë presioni Albës dhe në shumicën e rasteve Alba del nga vetja. Tani të shohim ndryshime që Alba ka nga kjo goca që në ditët e para rregulloheshte, e vlerësonte veten e saj, kujdeseshte për veten e saj, më duket që është kthyer njëjtë si egli që ktheheshte ndaj gjesti, duke e lënë veten komplet pas dore, po të shohësh Albën është gjithë e mërzitur, është gjithë e stresuar, është gjithë e lënduar, po ndjek çdo hap të Limit, ndërsa Limi është gjithmonë duke kërkuar të shkojë lule m'lule dhe për të vazhduar natyrën e tij. Ndërsa ndoshta kjo mund të jetë strategjia e Limit për të shkuar deri në finale, ajo mund të jetë strategjia e Nenës që ka hyrë me një plan nga jashtë për të krijuar xhelozi dhe për të inskenuar situata. Të paktën këtë situatën e provoi dhe Esteri, por Esteri
ishte shumë e sinqert, ishte shumë e drejt për drejt me Limin në darkën që Limi e ofroi Esterin t'ja jep, dhe Esteri u afrua më së shumti me Albën si shoqe dhe u largua nga Limi, sepse ndoshta e ndjente veten e saj që po futet brenda një çifti. Ndërsa reagimin e nenës në këtë rast unë nuk e pash. Nena ishte shumë e qetë dhe në fund të ditës ka të drejtë të jetë e qetë, se fundja fundit edhe ajo ka hyrë aty për lojë dhe duhet të bën lojë. Por mendoj që Alba duhet të arrijë të kuptojë që është në ferma dhe në ferma mund të ndodhen gjithçka. Tiran që kur Big Boss të fut në ferma VIP ka pasur lajme të ndryshme që thuaj që ai ka dhënë fund martesës me Vesa Lumën. Ndërkohë ka pasur një reagim së fundmi të Vesës e cila e ka mbështetur publikisht Big Boss-ën. A mendoni që ata po themi kanë qenë të ndarë realisht apo thjesht kanë rënë dakord të njëri me tjetrin që të bëjnë sikur janë të ndarë që të përfliten më shumë në media, sepse ne e njohim shumë mirë pjesën e showbizit dhe zakonisht të çiftet krijojnë këtë pjesën e ndarjes bashkimit në media për të përfolur sa më shumë që të jenë në fokusin e portaleve. Kjo është më se e vërtet që e thua, po të kishte qenë Big Basta dhe Vesa Luma të ndarë, do të çmendeshin portale duke shkruar Vesa Luma nuk është artiste pa identitet, biles është një artiste shumë e vlerësuar, por dhe Big Basta nuk është artist pa identitet. Ne e dim shumë bukur se sa kanë sakrifikuar ato për dashurinë e tyre, sa kanë luftuar ato të dy që të jenë bashkë, sepse e kanë patur këtë problemin e religionit, me sa unë e di që kam dëgjuar në një intervistë. Nuk i shoh të ndarë, ndoshta Vesa nuk preferon të jetë shumë publike apo nuk preferon shumë të mbështetën Big Bastën në aspektin publik sepse duan ta mbajnë këtë marrëdhënien të tillë, por te Big Basta shoh që mban diçka brenda vetes së tij. Domethënë nuk e shoh shumë të lumtur, nuk e shoh shumë energjik, nuk është ai Big Basta që ne kemi njohur nëpër rrjetet sociale, nëpër këngët e tij. Ndoshta mund të ndodhë që mund të ketë patur krisje në marrëdhënien e tyre, mund të ketë patur një lloj ndarje, le të themi, për reflektim, por nuk ma merr mendja që është një ndarje definitive, se po të ishte një ndarje definitive, Big Basta do ta fliste brenda fermës. Mendoj që ka qenë një krisje dhe tashmë Big Basta është në pikpyetjet a më mbështet Vesa, si qëndron pjesa jashtë, por në momentin që Big Basta do të rrëfehet do të na tregon të gjithën këtë të vërtetën, por nuk e shoh si ndarje, se po të ishte ndarje nuk do të reagonte as pak Vesa, apo do të kishte dalë të tregonte të vërtetën për marrëdhënien e Bigut, sepse zakonisht kur përmendet emri, me patjetër që ti dëshiron që ta tregosh anën tënde që edhe publikun të mos ta lesh pezull. Tiran, shumë faleminderit për kohën. Të lutem, është kënaqësi.